Allahun e falendrojmë që i takon madhnisë Allahut. Atë e falendrojmë që Allahun e ka bërë pjesëtar të Islamit. Allahun e falendrojmë që na ka udhëzuar në Islam. Allahun e falendrojmë që na ka mundësu sot me ardhë me falë namazin e xumës. Allahun e falendrojmë për shumë mirësi që nuk kemi mundësi mi numëru se të mirat e Zotit janë të shumta. Allahun e falendrojmë dhe nëpërmjet falendrimit Allahun na shtoft të mirat në dynjë dhe në ahiret. Salata dhe selam i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtar të nderuar, prej të mirave të Zotit shumëta dhe të panumërta, një prej të mirave të Zotit madh është familja. Familja që Allahu përmend në Kur'an, familja që Allahu përmend në hadithe, familja e cila është gjë shumë madhështore dhe ne sakrifikojmë shumë për me pas një familje të shënosh në shtëpitë tona. A thu valle kemi vetdijen e lartë për këtë mirësi të Zotit? A kujdesemi ne për familjet tona ashtu siç meriton? A ndërtojmë familjen mbas standardit të Islamit apo një standardi tjetër që po na imponon dikush tjetër? A thu vallë, e kemi bë programin ton për të pas jetë të lumtur dhe çka është definicioni i fjalës familje? Dietarët Islam kanë thënë, familja në raport me shoqërinë është sikur se zemra në raport me trupin. Ti mundesh me pas trupin e madh, ama zemrën e vdekt. E familja e shnosht është zemra e shoqërisë. Nëse ke zemër familje të shnosh, ke zemër të shnosh. Prandaj stabiliteti i familjes është stabilitet shoqëror. Edhe kriza më e madhe sot në botën ku nuk ekziston shahadeti dhe namazi, në botën ku nuk dominon imani në njëshmërinë e Allahut dhe ndërtohen pallate dhe luksoze të dynjas, po në mbrena pallateve nuk ka familje të shnosha, po ka familje të degeneruara, ka familje që nuk falin, ka familje që nuk madhrojnë Allahun, që nuk bin shahadet, nuk bin istikfar, nuk bojnë dhikr, nuk falin, nuk kanë moral, nuk kanë ndjenja fetare, atëherë aty ka zjarr dhe ka trishtim. Familja e mirë është shkak që të përmirësohet e tërë shoqëria dhe shteti. Dhe kjo temë është shumë e rëndësishme për çdo burr dhe çdo grua. Kjo është e domosdoshme dhe e rëndësishme për çdo djalë dhe çdo vajzë, për çdo bijë dhe bijë. Jam të fol këtë temë në pika të shkurta me 3 mesazhe shumë të rëndësishme, me një këshill shumë të rëndësishme, e cila është gjë shumë madhështore. Dhe o vëllezër, derisa domaçini, derisa prindi nuk kujdeset për gruan e tij, edhe nuk ndërton örnek të mbjelljes së imanit dhe tërbijes në shtëpinë e tij, të pasardhësve të tij, dikush prej jashtë e ka problem me instalu atë instalim të shnosh në familjen e tij. Prandaj, në këtë rahati të mendjes, e të zemrës, e të shtëpisë, nuk ka mundësi me pas rahati përderisa ne nuk kujdesemi me shti imanin në zemrat e fëmijëve dhe gruas tande, duke fillu prej te nana e fëmijëve, duke fillu prej te vetvetja, duke fillu me ngrit vlerën e moralit dhe të imanit. Prandaj ndërtimi i familjes nuk ndërtohet me miliona në mrena me pas. Pse? Se një problem, një devijim në aspektin e haramit, krejtat investim të dynjas për 1 orë e harxhon në bixhas, e harxhon në lëndë narkotike, e harxhon në dalalet dhe ashtu me radhë. Jetën nuk ta bojnë numrat, ta ban sistemi i familjes shnosh është Islami, i cili na sqaron çdo detaj dhe çdo raport se si duhet me pas. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, silluni mirë me gratë e juaj. Se unë jam pejgamber në kuptim të hadithit dhe unë e sillem më së miri me gruan time. Raporti shoqëror, raporti burr dhe grua është tyrnek dhe përpasardhës. Pastaj reciprociteti e kundërta,
nuk ka dikush që meriton respekt mas Allahu dhe pejgamberit se sa gruaja me ndërue burrin. Prandaj nuk ka mbretruar asnjëherë qetësia në një familje përderisa nuk janë kry obligimet fetare. Sot në rrjetet sociale shumë njerëz dalin dhe aje qëtë burrin, burri qëtë gruan. Janë online para dynjas, janë offline mrena shtëpisë. Në mrena janë shkatëruar dhe armiqt më të mëdhaj, me raportet më të egra. A dini kush e egërson familjen, burrin me gruan, me evladin dhe familjen në përgjithësi? Ata njerë që largohen pe fesë Allahut. Paramendoj e ti që falë 5 kohë namazit me gruan dhe me fëmijët, dhe një shtëpi në të cilën nuk falet namazi. Paramendoj e ti që e ban dhikër Allahun dhe e ban dhikrin e sabah dhe mbrëmjes, dhe ai i cili nuk ban dhikër Allahun as në sabah as në mbrëmje. Porosia ime për gjithë, për mu dhe për ju. Startoni me familjen e juve, është një libër e vogël e ka emrin Mburoja e muslimanit. Mësoje dhikrin e sabahut dhe të akşamit, se na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë në kuptim të hadithit, shembulli i shtëpisë që e përmend Zotin dhe një shtëpi në të cilin nuk përmendet Allahu, është sikur ai njeri i vdekur dhe ai gjallë. E shpijen e ngjall dhikrin Allahun, shpijen e ngjall raporti i mirë familjar, shpijen e ngjall namazi, shpijen e ngjall instalimi i vlerave të imanit në familjen, të evladit, të gruaja, të nana, të baba dhe ashtu me radhë. Prandaj starto me dhikrin, bleje që këtë libër prej sot, prej në gjuma banë njët këtë libër me ba dhikër Allahun në mëngjes dhe mbrëmje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot e para me gjallëru shtëpijen me dhikër, mi largu shejtant. Pse? Se në atë shtëpi që nuk përmendet Zoti ka shejtan. Edhe ta prish rahatllëkin, hin mes ty dhe gruas, hin mes ty dhe evladit dhe shkatërrohet familja. Prandaj, largoni shejtan prej shtëpiave duke madhruar Allahun dhe duke i bërë dhikr Allahut dhe duke lexuar Kur'an. E dyta ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, lumturia e njeriu janë 3 gjana. Dhe mjerimi është në 3 gjana. E para, lumturia e njeriu është bashkëshortja e mirë. Munsh me pas pare, munsh me pas post, nuk kje grua të mirë, ta prish jetën, ta prish busollën e jetës, që i ka prish shumë familje. Gruaja keqe, ta prish jetën, edhe burri keq, ja prish jetën gruas. Prandaj, jeta e lumtur është me çiftin e mirë, me burrin e mirë dhe me gruan e mirë. Pastaj, mjeti i udhëtimit është pjesë e lumturisë dhe gjëja e tretë është shtëpia e gjanë. Mjeti i udhëtimit, gruaja dhe shtëpia e gjanë është prej shenjave, prej elementeve të lumturisë, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam. Ndërsa prej gjanave të mjerim i njeriu është shtëpia e keqe, gruaja e keqe dhe mjeti i keq i udhëtimit. Lumturia e njeriu është që të kesh një shtëpi të ndërtuar me iman, me marrë, me moral, me standard të lartë të imanit. Thot Allahu në Kur'anin famlar: Men amila salihan, kush prej juve ban vepra të mirë, min dhekarin au untha wa huwa mu'minun, burr apo grua qoftë, dhe ai besuar në Allahun, fal nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allahu po thot, do t'ja bajna një jetë të lumtur. Nuk ka jetë lumtur pa e gjallëru familjen. Nuk startohet imani prej jashtë, startohet prej në zemër. Zemrën tënde, zemrën e gruas, zemrën e vllaut, zemrën e evladit, zemrën e bijes tënde, dhe duke instalu raportet e mira. Nuk ka sistem më të shnosh që e ruan raportin e termit nën, raportin e termit bab, se sa Islami. Po më imponohet me thonë, ka organizata të shejtanëve që insistojnë me hek termin nën. Edhe në pasaport në mjetet të udhëtimit, me hek termin nën dhe bab, dhe me bë termin prindi 1, prindi 2. Me ndru natyrshmërien e qenjes Allahut, që Allahut ka kriju gruan gru, burrin bur. Edhe kësi insistime shka nga ata që janë të instaluar me shejtan në gjakun dhe në zemrën e tyre. O vlezër, ta ruajmë shoqërien tonë, nuk ka sen që e ruan shoqërien, familjen, se sa Kurani dhe Sunneti.
Elhamdulillah që Allahu ka zbritur Kur'anin udhërrëfys. Allahu ka zbritur sunnetin udhëzim për njerëzit. Ta ruajmë veten, ta ruajmë familjen, e nëse unë e ruaj familjen time, ti e ruan familjen tënde, ai tjetri e ruan familjen, ne e kemi ruajtur gjithë shoqërinë. Mos të bëmi argat shejtanit dhe të bashkëpunëtorëve të tij, por ta ngritim vlerën e familjes, siç e ngriti Resulullahi alayhis salam, örnek për njerëzimin me gruën e tij, me Aishën radiallahu anha, me Hatixhen radiallahu anha, me djemtë e tij, me nipat e tij dhe me gjithë familjen e tij të gjanë, dhe ne ta ruajmë vetveten. Për fund, thot Allahu në Kur'an: o ju që keni besuar Allahun, ku anfusakum wa ahlikum nara, ruaj vetveten dhe familjen tënde nga zjarmi i xhehenemit, lan djegse në të cilën do të jenë eshtrat dhe gurzit. Gurzit janë putat që i adhurojnë idhujtarët. E lutim Allahun e Madh që Allahu të na bën nasip me rujt vetveten nga zjarmi i xhehenemit, me instalu dashuri, respekt në familjen tonë, të jemi shumë vigjilent, shumë të kujdesshëm për gruan, sillesh shumë mirë me të, që edhe ajo të sillet mirë me ty. Ti aq më i egër je, ajo aq më i egër do të sillesh, dhe me egërsir nuk ndërtohet familja dhe shoqëria. Allahun e lutim të zbut zemrat tona dhe raportet tona, e Allahu e ka zbritur Kur'anin, dhikrin, që ne të zbusim zemrat tona, ta udhëzojmë rrugën tonë, ta rrugtojmë në rrugën e Kur'anit dhe Sunetit. E lutim Allahun që Allahu, pas jemi në prag të verës, në pragun e darsmeve, të rit dhe treja tona, Allahu t'i bashkon në khajr. Ti martojmë tri dhe treja tona që t'i ruajmë nga devijimi, nga amoraliteti, nga zinaja dhe shkatrimi, e cila është prej shenjave të kiametit. S'po du me zgat në këtë element, se mbrojtja e moralit është mbrojtja e fejes. Kur ne mbrojmë moralin, e kemi mbrojt fejen, e kemi mbrojt familjen, e kemi mbrojt shoqërien. E lutim Allahun që Allahu të na mbron, fa Allahu khairun hafidha, wa huwa arhamur rahimin. Allah është mbrojtësi më i mirë dhe është mëshirshëm. Allahu na mëshiroft dhe na mbrojt. هذا وصلى الله على نبينا محمد. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.